Pas masës ndaj Ballukut, GKK lë në arrest shtëpi e drejtorin e Kesh dhe kreun e ARSH. Zbulojnë emrat e dy vartësve të Ballukut, ndaj të cilëve GKK ka caktuar masën arrest shtëpie. Bëhet fjala për Erald Elezin, drejtori i Keshit dhe kreun e ARSH, Gentian Gjyli. Ndërkohë, për zëvendës kryeministren Belinda Balluku, GKK ka vendosur pezullimin nga detyra, si dhe ju është ndaluar largimi jashtë vendit. Në një reagim për mediat, GKK shprehet se masat e sigurisë ndaj zëvendës kryeministres Balluku kanë karakter sekret. Gjithashtu theksohet se do të ketë njoftim zyrtar nga ana e gjykatës në momentin e duhur procedurial. Lidhur me lajmin e publikuar në media për caktimin e masave të sigurisë ndaj zëvendës kryeministres zonjës Belinda Balluku, në kushtet që masa e sigurimit kanë karakter sekret, gjykata në këtë moment nuk ka njoftim zyrtar për të ndarë me median dhe publikun. Në momentin e duhur procedurial do të njoftoheni zyrtarisht nga ana e gjykatës, thuhet në reagim. Kjo është hera e parë që një funksionare e lartë, në rastin konkret numri 2 i qeverisë, të pezullohet nga detyra me vendim të gjykatës së posaçme antikorrupsion.